Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes, duke ju uruar mbarësi në të gjitha rrugët që ju keni nisur me këtë mëngjes. Natyrisht, fillimi një dite ngjall impulse të bukura, ngjall shpresë, ngjall çdo gjë që shpirti ta don. Dhe këtu në studio, kur unë jam me njerëz, personalitete, por dhe njerëz të zakonshëm, të përditshëm, shpresoj që ato të sjellin tek ju diçka që ngjall në shpirt shpresë, gëzim, hov. Personaliteti që sot unë kam ftuar ka dimensione që asesi nuk mund të rrokin kufit e një bisede apo të një takimi, të flasësh për personalitetin artistik të Zefçobës. Është të rrokësh fusha që ai tashmë i ka kaptuar me entuziazëm, siç janë fusha e krijimtarisë, me kompozimet, fusha e dirigjimit, por edhe si profesor i muzikës, si gazetar, e të tjerë. Të ndalësh në secilën nga këto fusha, siç e thash edhe pak më herët, duhet shumë kohë. Dhe secila prej tyre ka rrugët dhe burimet që e lulëzojnë çdo ditë dhe sjellin frute dhe prodhimtari shumë të vlerësuar. Po të ndalemi në fushën e muzikës dhe të lëmë në preje për një farë kohë muzikën e shumë që ka krijuar në muzikën tradicionale, të filmit, e tjerë, dhe të marrim rrugën e këngës. Vetëm po të flasim për këngët e profesor Zefçobës, duhet vërtet të prehesh në magjinë e tingujve të tyre. Nuk është e thjeshtë. Sot unë, pra si që thash, jam me profesorin e nderuar Zefçoba. Mirëmëngjes, profesor. Mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit për mundësinë që vllachit të komunikojnë nëpërmjet valëve të Radio Shkodrës dhe mundësisë të komunikimit nëpërmjet Facebookut në Radio Shkodër, një institucion ku unë kam lënë një pjesë shpirtit tim, një pjesë unë dhe mia dhe shoqet e mia, siç jeni. Faleminderit shumë. Po ne sot do të ndalemi tek ajo sofra e bukur e këngës, tek gjinia më demokratike e muzikës. Ndoshta duke i hyrë pak në risk të tjera gjinive që ju keni kompozuar. Në fakt, këngët tuaja janë shumë të njohura, janë pa kufi. Vërtet pa kufi. Ndoshta këtë e bën ajo magji që vërtet kënga ka që të rëmben. Ne pak më herët transmetuan një nga këngët tuaja hit, por nuk është vetëm ajo. Ndoshta sepse ato janë të mbështetura shumë bukur në muzikën tradicionale, në melosin e mrekullueshëm popullor, por edhe në një taban të ngrohtë ndjesie që mbështetet me tekstin, me çdo gjë, apo jo? Kënaqësi për me fol për këtë detaj që ju evidentoni nga ajo çka unë kam shkruajtur nga muzika ime. Por për mendimin tim është me të vërtet jo vetëm një orientimi imi, por gjithë kompozitorët më të famshëm, më të shquar të botës, shkollës së cilës ne jemi referuar dhe kemi modele, përgjithsisht janë orientuar ndaj vlerave të muzikës, dashagimisë së muzikës, së popujve, së vendeve të tyre. Edhe unë mendoj që kjo ka dy gjëra. Një radhë parë, paktën edhe unë kështu e kam vlerësuar qenë time dhe prandaj jam orientuar edhe drejt kësaj gjinie të muzikës, leverimin e muzikës tradicionale, por në kohën që jetoj vetë, sigurisht. Në trashëgimin e kulturës son, ne kena gjërat më të shmush, ne kena ADN-n ton si popull dhe si kom, ku është shkuar, mbi të cilën ne
na bie barra përgjegjësia për ndërtuar të ardhmen. Këtë e them si një qytetar i këtij vendi, po e them edhe si një pedagog, sepse siç e thash, referenca e punës sonë pedagogjike është në modelet më të ndritura të botës, shkollës globale. Para disa vitesh një takim që kisha me një prej drejtuesve të ambasadës Zvicrës, ishte kurioz me ditë për shkollën që kemi bërë ne, sepse ne kemi marrur vitet e shkollës para ndryshimeve politike. Unë kam marrur në vitet 70 sa, domethënë kur ishte një sistem tjetër politik. Por shkolla jonë ka qenë shkollë klasike. Dhe jena fatlum që modeli i shkollës sonë ka qenë shkollë klasike. Profesorat tonë në rrugë kanë marru shkollat famshme dhe kanë sjell atë dimension të mendimit kulturor, arsimor, artistik edhe në shkollat tona. Kështu që në këtë vështrim, unë mendoj që në qoftë se një krijues studion mirë trashëgiminë e vendit të tij dhe kërkon të ndërgjegjen e tij krijuese në kohën kur ai jeton këte, unë mendoj që i ka bërë shërbimin më të mirë, jo vetëm vendit të tij, jo vetëm popullit të tij, por edhe vetes tij, sepse në periudhën kur ai ka jetuar, ka kryer mision historik që është përgjegjësi shumë e madhe që vetëm artistët e vërtet e ndjejnë në këtë mënyrë. Jo, në fillim të këtij transmetimi vendoset këngën që njihet sot me titullin Xhamadajn Via Via, dhe që në fakt vetë ajo ka lind vitin 1992. Kam një lot pikon si ar, është titulli origjinal. Dëshmitar, sepse regjistrimin e këtu kemi pas bë. Dhe kam një lot në bikonsiar, sepse me vitin 1992, e cili është faji im që kam këtë lot, se në sheku jam shqiptar. Pra, kjo është një klithëm edhe para opinionit botror, por edhe në menaxherin tonë, do thënë, ne jemi pa faj që vuajmë në këtë vështrim. Po nga ana tjetër, ka nga thotë edhe diçka të madhe, që ku kemi ne këtë të drejtë, që na bjen historia të përgjigjet për drejtat tona kombëtare, te identiteti jo. Pra një popull që ka identitet duhet rujt, duhet vlerësu. E ne kemi për fatin tonë, në trashëgimin tonë, një dëshmi të jashtëzakonshme vlerash kulturore që edhe shkolla jonë është përpjekur për me i rujtë, me i konsolidu, edhe institucionet tona, edhe para ndryshime politike. Instituti i Studimeve Folklorike ka bërë një punë të jashtëzakonshme për rrëmullimin e këtyre vlerave, se për fatin tonë ne jemi në popujt e vjetër, por që me përmetje në ka dhënë një dhuratë tjetër të madhe. Kemi pas të krejt trashëgimin, sepse radio e televizioni kanë shku vonë në mjediset rurale, sidomos të Malësisë. Dhe e kam përdorur një fjalë që më ka ardhur një takim para pak kohësh, para disa muajsh në Malëzi, kur më ftuan për me promovu një botim që ishte për trashëgimin popullore, dhe më doli një fjalë, thashën kam ardhur në ato vende ku bora për të borën. Pra, imagjinoj, kjo trashëgimi ka kaluar nga gjenerata në gjeneratë e pastërt, sepse aty nuk kanë mjetet e transmetimit publik që ne kena sot që përgjithsisht e dëmtojnë, sepse fusin edhe informacion në lidhje me arte dhe kulturë të tjera. Kështu që në këtë vështrim ne kemi pa fatin që na ka ardhur pastër kjo trashëgimi. Edhe nëse ka një farë mënyrë influenca në marrëdhëniet historike që kemi me popull të tjerë, siç është për shembull me Orientin, periudha e gjatë e pushtimit turk, ajo ka kaluar prapë në një ndërgjegje tonë kombëtare. Edhe mba me dëgju, për shembull, këngët tona shkodane, kur e këndon një këngëtar kosovar, se këngëtar Shqipërisë mesme vetë të mënyra stili interpretimit, sjell diçka të ndryshe që nuk është. Pra, kjo ka ndodhur në filtrin e ndërgjegjes tonë kombëtare. E në kena bën përhisë edhe ne me rujt të vlerë. Kështu lind edhe kjo këngë që ka një model i rrallë të zgjidhjet, nuk e them me pa vedin në modesti, por si një dëshmi, dhe me thënë. Absolutisht. Edhe them edhe diçka tjetër, se unë jam i lindur në Shkodër dhe rritur në Shkodër. Kjo këngë përgjithsisht është një gjuhë muzikore shumë e thjeshtë për mbështetur në thellësisht në intonacionet tona të muzikës kombëtare, nuk ka citime nga kjo trashëgimi, është krejt krijim, dhe përgjithsisht kjo vjen influencuar nga studimet që kanë bërë rreth në Dibër, gjatë viteve që kanë punuar në Dibër, sepse kjo vjen me një melos që nuk është tipik i gjuhës së këngëson qytetare, por është thellësisht kombëtare. Edhe përgjithsisht referohet studimet që unë kam bërë folklorike në
periudhën që kam qenë në libër. Pikrisht këtu qëndron ajo që quhet mjeshtri. Jo të gjithë e kanë, jo të gjithë që krijojnë këngë me gjithë respektin e dëshirës për të aktivizuar, për të lançuar dëshirat e tyre. Jo të të gjithë. Jo të gjitha krijimet e gjejmë që sot ndoshta janë shumë komerciale, janë të kohës, më pas harrohen, kurse kënga e bukur mbet edhe ka atë vullën e pa mohueshme nga vitet, nga kohrat që mund vinë. Në fakt, kur flasim për këngët e profesor Zef Çobës, nuk kemi parasysh vetëm kam një lot pikon si ar, ose Xhamadani via, e cila tashmë i ka kaluar kufit e një hiti kombëtar. Jo, ajo këndohet edhe në shtete të tjera, e kemi dëgjuar. Nuk bëjmë fjalë vetëm për këtë këngë. Janë një sëri këngësh dhe unë do thosha që të gjitha këngët e profesor Zef Çobës janë hite. Mund të përmend për shembull, por si ty nuk ka një tjetër, i këndohet Shkodrës. Dhe kjo ardhi si llorati një bashkëpunimi me profesor Fadil Kajen. Do t'i përmendim të gjithë. Kënga Nusja na ka ardhë, kënga Besa Bes Kala e fort, si ikin vitet, Atë dheut e plot si atëherë të thëm të dua që ishte edhe fituesja Luleborës së vjetshme. Sa shumë këngë janë të gjitha. Kujtohet kur dëgjonim pianon ato momente zgjuar pa ta kriju. E mrekullueshme. Ka vite më parë. Profesor, kur i dëgjoni këngët tuaja, çfarë ndjeni? Pyetje interesante. Është një lloj marrëdhënie që çdo njeri ka me krijesat e veta. Ata janë krijimet e mia. Dhe në këtë marrëdhënie është edhe dobësia ime, por edhe vështrimi im në lidhje me atë që mund të gjykoj veten time për çka mund të kem lënë mangut ose për çka mund të plotësoj, sikur një prind që shef të fëmia detyrimin e vet për ta bërë, për ta ngritur në kam, për t'i dhënë drejtimin. Krijimet janë një pjesë e rëndësishme në ndërgjegjësime, pjesë e rëndësishme e jetës sime. Kur i dëgjoj lidhi veten time me periudhën që e kam kriju, me dedikimin që ka, dhe është një marrëdhënie që nuk mund të them vetëm kënaqësi, është më tepër një lloj përgjegjësie që ndjej ndaj asaj që unë kam zgjerrë dhe shoh vetin me refleksionet e mia. A ju bën vërejtje në vetvete këngëtarëve si e këndojnë? Apo sheh ndryshime në interpretime të ndryshme? Prap të kapes se ti një muzikën mirë se ke studiu, po flasim me ti. Në rrë të gjusë, Merita ka studiu edhe muzikë shumë vite, prandaj edhe pyetjet e gjë me sens edhe kështu. Është një pikë tjetër delikate, se kur kënga krijohet për të kënduar. Pra disa vitesh në ministri ka qenë hap një zyrë që nuk e di si funksionon për të drejtat e autorit dhe më thonë, këta këngëtarë që takojnë këngën ty, atë kanë marrë leje? Thash jo. Po, a di thotë se ato, më thotë i drejtuesi i zyrës, thotë ato janë detyruar për me të papagu, sepse sot kemi kohë ekonomisë tregut dhe ishte dash pagu. Prandaj thotë ti po deshe mund t'i detyrosh ato t'i gjobitesh. Unë me frymën time i them si të gjobis këngëtarin që këndon këngën time, po unë e kam bërë për të këndu. Po thotë po ka ndru koha sepse ajo ka del në treg. Edhe vërtet kështu është. Dhe në një sens tjetër këngëtarët e blejnë këngën për festivale, për shembull e tjerë. Që në fakt është një marrëdhënie delikate, por ajo çka është më dhimbshme është kur dëgjon këngëtarë që e deformojnë, që e prishin, që prekin në të. Unë përgjithsisht një krim nuk e nxjerri pas në mendimin si është një fjalë që ju keni dëgjuar prej meje, do thënë kam metë në dorë mirë, më dhe në publikoj, e bëj publike. Ose në mendën time kam shoshit mirë dhe e bëj publike, nështë edhe konsultuar në herë. Kështu që në këtë vështrim, është edhe imshme kur dikush pa përgjithësi thotë ja tash s'knohet kështu, në shon diçka te ajo.
Kështu kanë edhe me këngën Xhamadani Via Via, se kënga me titullin Xhamadani Via Via nuk thot asgjë. Ndërsa si është në Vargun, në Xhamadanin Via Via, është Kosova, është Shqipëria, do thotë që në etnosin ton ne kemi të drejtën tonë. Pra, kjo është një thirrje sikur e komentuam edhe pak më përpara, edhe për ne që t'i ruajmë këto vlera, sepse jetojmë një kohë shumë delikate. Nuk kemi pse të njemi inferior, po e flas unë që kam shumë eksperiencë në kontaktet me botën dhe jam antar i Forumit Ballkanik Vizë, por të njemi inferior para të tjerëve, para atë çka është e çmueshme dhe veçantë që na jep edhe në identitetin. Kjo e jona, ashtu sikur është, e pasuron mozaikun e muzikës, sjell diçka të veçantë, pse duhet prish dhe duhet damtu kjo. Pra në të vështrim në një këngëtar i papërgjeshëm e hek me apostrof që ka aty në Xhamadanin Via Via, dhe bën ashtu ose vargu tjetër, sa madhe Shqipëria. Pse duhet të themi ne sa madhe Shqipëria, ne duhet ta njohim sa madhe është në gjitha vlerat e saj dhe ti respektojmë ato vlera. Dhe kur thot është një qiell që na bashkon, është një diell që na burnon, ti ke thënë të gjitha. Është një tokë që thrasim në universin shqiptar. Një tokë që një gjuhë që e thrasim në anë. Një tokë që e thrasim në anë. Pra, i ke thënë të gjitha, është një gjuhë që e flasim tan, e një tokë që e thrasim në anë. Që të me zmallu ma shumë se kaq Shqipërinë. Profesor, unë ndaj një mendim në një kënd të vështrim tjetër. Pa dashur të zmadhoj, por duke u nisur tek veprat e klasikëve. Për shembull, Beethovenin e interpretojnë edhe në rryma të tjera muzikore. Ndërkohë që këngët tuaja mund të këndohen edhe në rryma të tjera muzikore. Kjo është merita. Edhe për shembull Tazam, edhe kënga që po përmendim ne, edhe s'duhet të qëndrojmë vetëm tek kjo. Po nuk duhet të qëndrojmë se ju hejmë në hise të tjerave. Kjo ka diçka që ba me hyn YouTube, me dëgjoj nga një njeri që e kënë me lahut, po e dëgjoj nga një kor amerikan, po e dëgjoj një grup rockerësh suedez, dhe thënë, e dëgjoj edhe nga grupi i lirët që ata kanë fut një temperament tjetër, kështu që se kush e interpreton në mënyrën e vetë, por në analizore ka një kriter që nuk mund të bëhet pa e marrë leje autorit. Pra, edhe një interpretimi një stil tjetër, edhe prekja, diçka sa do e vogël, përveç që edhe interpretimi nuk mund të bëhet pa e marrë leje autorit. Me për të ne këta norma nuk respektohen. Unë mendoj që kur një krijim fiton një audiencë, por edhe bëhet masive, edhe këndohet nga një opinion, gjënë mendoj se është gjë ma mirë me shpërbimin ma mirë për autorin. Duhet të ditë diçka mbi atë momentin tuaj të krijimit. Në fakt, melodia, që është elementi më kryesor i muzikës, lind tek ju vetë ju të mbruhet ditë pas dite deri që shpërthen në piano, apo është një zbrazje menjëhershme në tastierën e pianos? Përjetimi artistik dhe momenti i krijimit është shumë i bukur. Është vërtet shumë i bukur. Ti jeton në një realitet që mund të vinë ose e ke ndërtuar vetë. Unë jam prej tyre që edhe nuk e pres, por e ndërtoj. Punoj për ta blatuar brenda vetes. Për ta çu veten në atë moment që bota i thot gjithë frymëzimi, më qasi frymëzimit, kur ti jeton tërësisht në mendimin estetik, artistik, të përjetimit tënd dhe nga ja del fruti i mendimit të artistik krijimit. Unë përgjithsisht ju e dini që kur bëhet fjalë për gjenin e kënduar, unë nuk punoj pa një tekst. Dhe thënë gjithmonë duhet di idenë, duhet di çfarë them, për dy arsye. Arsyeja e parë është brendia poetike, që unë duhet ta përcjell unë përdor një fjalë ta recitoj me tinguj. Fjala konkrete që unë përdor. Këtë poezi unë duhet ta recitoj me tinguj. Dhe nga ana tjetër, sikur edhe prezantuat ju, unë kam studiuar për dirigjim koral dhe njoh mirë vokalin. Vet fjalët zanoret, bashkëtingëllorët janë tinguj.
dhe është një tjetër vlerë e thjesht poezisë. Të japësh pesh çdo ato tinguj fonetik të vendosen bukur në tingujt muzikor. Është një sekret tjetër që unë rrëfej, sepse vetëm mirë do të ishte nëse do të kishim krijime të bukura të realizuara nga kolegë nga miqt. Unë përdoj një fjalë që them kopshti është i pasur dhe i bukur kur ka shumë lule. Dhe në këtë diversitet lulës, si cila ka bukurinë e vetë dhe është e pazëvendësueshme, kështu që në këtë vështim unë njësoj çmoj si krijimet e mia pa një patriotizëm edhe krijimet e bukura të miqve dhe të kolegëve mi. Dhe nuk është rastësore që ju bashkëpunoni me poet, shkrimtar që kanë shkruar gjëra të mrekullueshme. Për shembull, nuk mund ta kem të gjithë listën, e pamundur. Por me profesor Fadilin ju keni Djali Kumbars. Keni Por si ti nuk ka një tjetër. Ju keni nga Fishta këngën e Adheut. Ju keni nga profesor Alfredi Kam një lot pikon si ar e të tjera. Ju keni nga profesor Gjahid Bushati këngën Si atëherë të them të dua. Keni nga Paulin Shtjefni. Këngën për Bikthnoven, kam një zarf me Karajfila, me Paulin Shtjefnin. Po, edhe kënga e fundit Si ikin vitet, e mbështetur në tekstin e Salimanit. Pra të gjithë ta krime janë krime shumë të mira, kanë një fabull, kanë një ndjesi, kanë një ide që të frymëzojnë, apo jo? Ju keni patjetër lidhje të veçanta me këto artistë të fjalës, apo jo? Patjetër, është një marrëdhënie shumë interesante. Kam detaje shumë bukura e spontane në momentet e një përjetimit artistik që këtë dy palësh. Dhe unë në marrëdhënie të tilla, midis poetit dhe muzikantit, kur krijimi lind në një proces. Domethënë, jo kur është i shkruar si më kanë ndodhur për shembull të zëm me fjalën Djali Kumars. Djali Kumars, profesor Fadili kishte 7 vjetorin. U bë festë atje dhe më tha, hajde në shtëpi me mua dhe më lëroi një libër që i kishte botuar me vjersha e poezi të tjetë në 7 vjetorin e lindjes. E hapi fletën dhe më tha, jo, e kërkoj, e kishte në mendjen e tij. Shifë një këtë tekst se është shumë i përshtatshëm për këngë, për Djali Kumars. Pra, baba në i qiti me zeraki, por hiç po t'ir, ka fabull. Po heje shumë, ja si nuk shikoj, ka fabull dhe fabulla, pastaj më ka dhënë mundësinë e përjetimit tim. Po ta kishte marrë një krijues tjetër, sigurisht me akumulimit e tij do të kishte bërë ndryshe, dhe kjo është e bukur e krimtarisë. Por I kthehemi bisedës. Kjo është ndryshe. Nësa kam pas momente, sikur ka nga që përmendëm pak më parë, kam një lot në pikon si arë ose Xhamadhan vija që njifet sot, që është këngë që është bërë e gjitha brenda një nate, tekst dhe muzikë. Me profesor Alfredin kam edhe një rast tjetër, sapo erdha në Shkodër në fundin e vitit 1980, u transferova nga Peshkupia, po përgatitesh një festival. Dhe më kërkojnë që të bëj edhe unë një këngë. Unë hezitova, me thënë drejtën, hezitova për 2 arsye. Arsyeja e parë vija nga Peshkupia. Unë vërtet isha shkodran, por gjithë vite ishe bërë pak dibran. Akumulimi puna ime ishte për me rujt atë trashëgimi dhe me punu edhe me artistat atje për me rujt, me promovuat vlerë që kishte ajo trev. Dhe thash, për ka dasët në pastorat fije veshi se jam plot me internacional dibës. Mirë po, insistimi ishte I fort edhe u detyrova të punoj. Në atë kohë ishte miku im dhe shoku im, kolegu im, si dush me thënë Xhavi Dykani, aty përgjes muziket dhe më kërkoj që në tjerë të realizoj këtë këngë. Atëherë I kërkoj një sugjerim, se unë përgjithsisht du me ditë mia është edhe këngëtarin që e këndon. Sepse edhe ajo është e rëndësishme, me ditë instrumentin që e përcjellat brenda ditë për mëjtë. I kërkoj një mendim, thash më sugjeroj këngëtar, më rekomandoj Shpresën Ranza. Shpresa ishte shumë aktive ato vite. Atëherë zgjodha unë poetin, Alfredin, ram dakord dhe fillon punë. Dhe lindi Besa Skala Fort, e cila fitoi çmimin e parë në festival dhe
Prapë për me të rrëfy detaje se këto momente na bajnë. Unë drejtoj orkestrën e madhe. Po si në shpeshherë mes artistësh është gjithmonë, është natyrshme kjo punë që gjithku i duket gjaja vetë më mirë, krijimi vetë më mirë, dhe gjithkush në një kompeticion futet për me marrë vetë trofeun, po e them unë shpimin. Me qenë se unë drejtoj orkestrën e madhe dhe nuk kisha dëshirë që dikush thotë, ha mëse ka bërë shërbim më shumë këngës vetë, që bërë në këngën e orkestrore për formacionin që drejtojtë e miku im Gjavidu Ikani. Dhe këngën e kuroj e pregatite dhe kur mori këngët çmim, si ishte dy ai drejtojtë formacionin instrumental, dhe sa unë drejtoj orkestrën, ai ishte në skenë, sepse e kishte pregatitur me orkestrën. Dhe janë përjetime vërtet shumë të burga që kanë domethënie të madhe. Kënga mori vetëm e parë dhe Gjavidi erdhe mori nga mbrapa skenës që unë të dalet përshnes publikun. Shumë bukur. Janë vlera njerëzore në radhë parë, janë vlera njerëzore, dimension, interesash, jo, e imja, jona, unë bëj diçka, bën ti diçka, janë vlera tonë, ne kemi nevojë për këtë. Në fakt, profesor, ju, si që tregon edhe rastet, kompozoni kur ju porosisin diçka, apo kompozoni edhe vetë dhe i keni në sirtar për të nxjerrë her pas here, ose për të realizuar diçka në një projekt të mëvonshëm? Të dyja qëndrojnë. Qëndrojnë kur unë vetë kam idetë e mia artistike dhe i referohem një poezi të zgjallur nga poetit, për shembull unë kështu ju e dini, kam një cikël me romanza vokale me tekstet e drejtora Agolli, 90-95% janë tekstet e tij, se ka edhe një nga Migjeni, ka edhe një poet tjetër, por 95% janë poezi të zgjallura nga tekstet e drejtora Agollit, janë prisisht lirikat e bukura të tij dhe edhe tjera që janë të bashkëra bukur me frymën. Unë kam zgjedhur ato që në fakt intuita më ka shtyr që kanë domethënie përmbajtje shumë thellë, që qëndrojnë në çdo kohë. Ato janë kompozuar vitet 70-80 dhe kanë filozofi që qëndrojnë prapë sot, domethënë. Që kanë kalu kaq vite, kena ndrua edhe sistemet. Jo, ata kanë filozofinë e drejtora Agollit brenda dhe ato besin kanë kodin moral të transmetimit. Kështu që je ka dhe kështu. Ose siç mbani mend vite më parë kur te ne hyri një krizë kultura jonë kombëtare mas ndryshimesh politike, kishte edhe shpjegimet e veta. Unë vjen keq që kjo krizë shfaqet dhe vazhdon sot. Por në atë kohë kishte kuptimet e veta mas ndryshimet politike, si rotacioni politik, la shumë konsekuenca, sholli shumë problematika, edhe për kulturën. Por e pa me që ka marrë një drejtim të keq, një frymë të keq, kjo punë unë i drejtova 3 poetëve miqve të mi, profesor Alfredi që përmendëm, profesor Gjahid Burshati dhe miku të ndjerë që nuk jetën sot Paulin Shtjefni, dhe u referova këtyre 3 poetëve, me kënë se ishte një gjenerat pak ma e re, flas për kohën që jetonim, para 30 vitesh bëhet fjalë, dhe secili nga tyre prej tyre kërkon nga 4 poezi, që të bëj një koncert me 12 këngë të reja. Dhe unë punova dhe ato këngë ndolën tashti jo si me porosi, por si një nevojë, si frymëzim i joni. Ne kishim një rezonancë perfekte, të 4 bashkë, edhe i realizuam të këngë. Fatkeqësisht ju nuk e realizuat si koncert. Si koncert, si projekti fatkeqësisht u paraqit dhe kaloi indiferencën e zyrave dhe nuk u realizuar si projekte, si koncert. Por ato këngë janë publikuar her mas here. Edhe kënga që për mu vjetë dhe fitoj çmimin e parë këtë festival. Si atëherë të thënë të dua. Ja këtu i fundit për para fundit, si atëherë të thënë të dua, është për kësaj buçete me 2019. Po, me këtë këngë, domethënë kjo buçet. Kështu që është edhe kjo mundësi. Është edhe ana tjetër kur dikush të porosit. Por kur të porosit dhe të gjen në momentin e caktuar, në akumulimin tënd, është brillante. Kështu ka ndodhur me këngën që përmendëm pak më parë për shkurt që e pallavan shkurt festa këndonte, kam një lot bikonciar. Kështu ka ndodhur, por si ti nuk ka një tjetër. Kështu ka ndodhur me dhëut. Madhore, gjithë ato këngëtarë që këndojnë mbi poezinë e fishtës dhe muzikën tuaj. Ato kanë gjetë të përgatitur në këtë moment dhe ka dhëut është bërë në disa minutash. Në lidhje me elementet muzikor që thatë ju, melodia është elementi i bazë, pastaj vijnë elementet tjera, ritmi, harmonia.
shoqërimi ose team break, formacioni team break që është orkestra. Mënyra e shoqërimit. Por elementi i parë është melodia. Dhe për fatin ton, unë e përmendi vazhdimisht dhe nuk jam produkt vetëm asaj që kam shtyn në energjia ime qytetare që të çmoj këtë trashëgimi brillante që kemi ne të këngëve tona popullore. E këngëtarëve që kanë bërë një shërbim kaq të mirë kësaj trashëgimie, muzikantëve të talentuar. Por është mëkat që kjo gjuhë muzikore brillante, që ka një shpirt të një ndërgjegjje qytetare lirike, që edhe në këngën e dedikuar herojit apo luftës, ajo fut shpirtin lirik. Pse? Sepse në mentalitetin që qytetarët thëmë me shumë emocion dhe ndjejnë, sepse para disa vitesh kam pas një diskutim shumë interesant me njerëz në rrugë që nuk jetojnë sot si kompozitorët e Harabi, që Zedeja. Në këngën qytetare, heroi nuk e kryen aktin për lavdi, po e kryen për ndërgjegje. Dhe e jep jetën për me tregu se kush është, sa trim është, por për vetdije. I referohem shumë interesant për konceptin e sakrificit që sot fatkeqësisht nuk mendohet fare, sot është kraj tjetër, dikur njerëzit kanë sakrifikuar deri jetën, me fjala, dhe sot kemi arritur na ka tradhtu kaq keq e përditshme, sa kam pas dëgjuar një intervistë një herë, nuk ishte shqiptar, ishte zjarfikës që kishte kryer akte heroizmi, shumë vlla, por mënyra se si kur gazetari pyeti, po mirë, thotë, ja mendon tha se ti rrezikon të atë moment, tha, po tha, mendoj se rrezikoj, tha, në e di, se kjo është puna ime, këtë kam pranuar që nëse fatkeqësia më ndodh, tha, unë them me sigurum dhe familja ime është e sigurum, nëse ndodh fatkeqësia tragjike flas. Po, a mendoni se keni fëmijë, tha, për më rrit. Po si prind, tha, çfarë akti tjetër mund të kryej unë më të nalt, se sa më dhan jetën time për të tjerët, për me eduku fëmijët e mi. Dhe me thanë, ne sot i shoqëria një sens jashtëzakonisht. Mirë, po të parët toni kanë pas të kodit moral, po. Sepse ndryshe frutet e lirisë në aspektin e pamarësisë kombëtare, fruteve tjera që ne kemi gëzuar, nuk do të kishin anë ose kishin këto njerëz me plot ideale, deri tek koha e luftës, deri tek periudhat e ndërtimit të një shteti shqiptar që kemi kaluar, nëse ishte kanë kjo frym, ose nëse një njeri mendimit siç është edhe arti. Nuk ka problem më të madh për një krijues se sa kur ai është fatlum në procesin e nxjerr diçka të bukur. Është momenti i përjetimit artistik. Unë pak më herët thash që kompozitorët me këngët shumë të vlerëshme janë bamirës të njerëzve. Pse? Sepse ne këndojmë të këngë, na frymëzon, na bën të ecim me ritëm zemre, të imagjinojmë, na bën që të kemi një ndjeshmëri shumë të madhe dhe mbase të ecim me hapa zemre drejt diçkaje që ne mund ta bëjmë shumë mirë. Apo jo? Në fakt, është një punë që unë vetëm të vetëm unë, por gjithë bota që e konsiderar artin kështu si po flasim në muzikë, kështu si po flasim në emision. Sepse ne gjithë jemi misionar në këtë botë dhe për shembull Tazam, a ka xhama të bukur se sa në përmjet mënyrës së transmetimit të vlerave muzikore, ti bashkon njerëz me qindra në një sallë. Po kur ishte 100 vjetori i pavarësisë, po gjithë Shqipënia, gjithë Kosova kënonin, kam një lot pikon si ar. Domethënë, është një moment vërtet shumë i bukur kur ti bën bashkë një masë të madhe njerëzish. Kjo është mision. Unë gjej rastin edhe nëpërmjet mundësisë të komunikoj me kolegin e ndërruar me Marita Sokoli që kam të studi gazetare një, sepse po përdojmë ti, në flasim thjesht, rëndësi ka të kemi produkte të mira, por ju çmoj për kontributin që jepni për diçka të veçantë, Marita. Shumë pak sot të rritë, fëmijët, të rritë, familjet prind, i japin rëndësi edukimit estetik, edukimit artistik. Muzika, po flasim nga qimit e muzika, edhe artë të tjera, po muzika ka një veçori, muzika është atë kolektiv, kështu është në teatri, kështu është edhe në sportet, dhe ndërtojnë ose ndërgjësojnë ndërgjësjen kolektive. Pra lojën kolektive, në qoftë se të gjithë jemi të përgjegjshëm për vendet dhe rolet që kemi në shoqëri, pa diskutim modeli vetë.
unë në ka rastisht, fatet tonët historisë kanë qenë tjera, bota ka pas tjera, fate, dhe kur kam rastisht të shikojmë qendra që janë rrezatojnë qytetërinë dhe kulturë shumë shekullore, sepse vetë historia ka dhënë atë privilegj, ne kemi dëshmi të tjera dhe nuk kemi pse të jemi inferior para botës, sepse kemi histori tjetër dhe në historinë tonë ne na ka përhisë diçka tjetër, aty ne ka ngërthen diçka tjetër, por që edhe na bën krenar. Sigurisht. Por kemi nevojë të kultivojmë të bukur në shpirt, dhe nëse ne kemi këtë të bukur në shpirt dhe në mendje, është e pamojtur mos ta reflektojmë në mjedisin ku jetojmë. Nuk mund të ndodhë njëri që ka të bukur në shpirt të hallet një qese dikun me mbetorina që ne rastisht e shohim në mjedisin tonë. Prandaj kultivojeni të bukurën tek fëmijët. A ju të them diçka që ne kemi harru. Në shtëpit fshatare dhe malëcore nuk ka pas shtëpi që nuk ka pas një instrument tradicional aty të varur në mur. Dhe një orë, një moment e ka marrë i ka rati instrumenti. Por është këtë mënyrë që kur ti jesh pasiv dhe ti shikon një koncert në televizion që sot e kemi këtë luks apo nëpërmjet celularit dhe ti përjeton një marrëdhënie që ty t'jep një relaks dhe i knasi. Është krejt tjetër kur ti prodhon atë art. Dhe ai në të mënyrën profane ndoshta. Ka kapet instrument, ka një përjetim krejt tjetër, ka një marrëdhënie direkt për drejt me të bukurën. Po përmendi fjalë me muzikën, me të bukurën. Dhe kjo kultivon ndjenjën e bukurës në shpirt. Ne kemi nevojë, nuk mund të vinë, nuk flas për projekte, nuk flas për harxhime kohësh kot. E bukura kultivohet brenda energjetikës njeriut dhe njeriu e manifeston atë në mënyrën se si sillet, e manifeston në mënyrën se si komunikon me të tjerë, edhe në mënyrën se si ndërton vlerat e tjerë me disin ku jeton. Prandaj, sa më shumë të edukojmë fëmijët të rinj me muzikën, me artet në përgjithësi. Unë insistoj muzikën sepse e njoh mirë dhe e di mirë çfarë në botë për këtë punë, që duke kultivuar këtë të bukur në shpirt dhe në mendje, kur është fëmija e transmeton gjatë gjithë jetës së tij. Ai duhet të jetë në gjendje të ndërtojë një familje, sepse din që puna në ansambël jep rezultatin e vet, në grup punën vet. Nëse ndjen të bukurën nuk mund të jesh i dhunshëm. S'mund të ndodhë, ne dëgjojmë me keqardhje shpesh ta ngjarjet e shëmtuara që ndodhen në familjet tona, kur flasim për dhunën, kur flasim për dinjitetin e fermës. Po harxho sa dush. Gjëja më e bukur është të kultivosh të gjeneratat që vijnë këtë, që ato t'i shpëtojnë kësaj të keqe, se ajo që është e bërë keq prej nga që ka qenë indiferenca e të parëve që kanë sjellë këtë po thonë këtë që njeriu që sot është në moshën 34 vjeçare dhe nuk është në gjendje të ndërtojë vlerën në partneritet. Prandaj muzika i kultivon këtë njësi. Unë jo më kot thash që është shumë e vështirë të ndalesh në një bisedë, sepse të janë dimensionet e artistit, të cilat asnjëherë nuk mund të mendohen të shkëputura nga konteksti, nga ambienti, nga misioni që ka. Profesor, unë në këtë rrugtim të këngës suaj, gjithmonë duke kërkuar ndjes që nuk mund të jetë shterrues, sepse vetëm të prekim disa nga anët që vërtet na tingëllojnë shpesh dhe na nxisin së brendshmi. Nuk mund të lë pa përmendur një aktivitet paksa të largët vitit 86, kur ju së bashku me artistin e mirënjohur Pjetër Gaci organizuat një koncert me krimet tuaja të përbashkëta. Janë kontribute që kanë mbetur dhe që ecin për krah këngës qytetare shkodrane. Po, vërtet ka qenë një ngjarje interesante që unë sot jam dëshmitar i kësaj që Erfejsi miku i nderuar dhe kompozitori me vlera Pjetër Gaci nuk jeton, por njerëz që kishin instrumentet në dorë dhe punonin në administratën e zyrat e kohës, na thjen të dy dhe na thanë që sot ishte viti 85, besoj, nuk keni punë tjetër. Unë isha në atë kohë përgjegjës muzike të shtëpisë kulturës, Pjetër ishte në profesion të lirë dhe kërkojmë nga ju që të shkoni të gjeni hijet më të bukura që ju pëlqejnë. Ju e të na jepni një koncert me këngë të reja shkodrane. Në fakt ishte një intuit, po flasim tash si një tryezë miqësore dhe ne bashkë por edhe me njerëz që po na dëgjojnë,
ishte një intuit e mirë atyre personave që i kishin marrë këtë vendim. Për hir të së vërtetës vëmendje, vlerësim dhe një mundësi për të krijuar një shesh të mirë artistik. Sepse kishte filluar që në ato vite një çorientim ndaj kësaj çfarë vlerat ka sot kënga popullore, modernizmi, komunikimi në botën moderne. Për mua është një koncept i gabuar, sepse sikur thash në fillim të bisedës, unë jam vetë një njeri që në rinin time kam dëgju jo në publike, por me atë veshin tek radio si kemi dëgju gjithë muzikën e huaj, e kam dëgju për një informacion, e kam dëgju sepse kudo ka gjëra të bukura. Po jarë të ne, atë kohë ishte ndaluar. Po kjo nuk ka bërë që unë të humi busullin tim, të humi orientimin tim. Për kona, zim ka bërë më të vetëdijshëm dhe më të mërgjeqëm që unë duhet kryej misionin tim dhe unë i kam bërë muzikës edhe të huaj sepse ishte vetëm e gjatë që unë kam marrë gjimnazion në Shkodër. Që me shokun tim Kujtim Shkrajli, e me të rinit, bukur të mirë që ne kemi jetu në atë kohë dhe është interesant që ne nuk kemi ndaj duke vujt sistemin, po duke jetu sistemin me pasionin tonë rinor, me interesat tona intelektuale, shkolla ka qenë shkollë, ardhmja ka qenë në përgjithësi të ndërtimit të një vlere për të gjithë ne si miq si shok, dhe bisedojshim para 2 vjetësh bara një gjallë që vërtet më ka dhënë prapë shumë kënaqësi. Me Rozafën Ekspresion bëjmë një koncert në shkollën e 28 nënori, në atë kohë 29 nënori. Dhe më dha një vlerësim sepse kam promovu kudo vlerat e atij gjimnazi që vërtet më thanë kur kanë pa shokët e mi, unë atë kohë punoja në Universitetin e Arteve kur bë ky transmetim një bisedë sikur sot, kur kanë pa emision më kanë thënë vetëm me atë emision kuptohet se kush është Shkodër. Po përmenda mësuesin tim kujdestar Petrit Garusi, që është personazhi i parë në historinë e muzikës shqiptare që ka luajtur Gjinin në Operën Amerikan. Aty përmenda muzikantin Zefta Fili, i cili ka qenë violinist në orkestrën simfonike, mu më jep të astronominë. Edhe fitues çmimesh në festivalet e këngës për fëmijë. Unë aty kam pas mësuese Federika Lare, që ishte pjesëtare e korit të shtëpisë kulturës, më jepte një prej këtyre disiplinave që ishin në gjimnaz. Dhe kur e kanë pas shokët e mi në Tiranë, që punojnë në Universitetin, vetëm atë emision, ti ke marrë shkollë përgjithshme dhe çfarë kulturat kanë pasur të mësuesit edukatorët e tu. Në këtë vështrim, kujtoj një detaj. Ne ishim disa muzikantë para me ishte Xhavidi Kani në atë shkollë. Më pas unë ishte edhe Kujtim Shkreli, miku im, edhe muzikanti sot edhe biznesmeni. Dhe ne në instrument i binim muzikës huaj. Muzikës vallëzimit, sepse atë muzikë kërkonte, muzika vallëzimit. Dhe i bini muzikës huaj. Por atë muzikë e kalorin pa fjalë, dhe kalorin si muzikë instrumentale, dhe nuk ishte problematike në këtë vështrim. Por këtë thjesht të gjithë të bukurën e kanë admiruar, por kjo nuk ka bërë që të humb orientimin tim dhe detyrimin tim qytetar për ta vazhduar dhe pasuruar këtë traditë bejlante që ka Shkodra. Unë kam pas fatin gjatë këtyre 20 viteve të fundit me Rozafën Ekspresion të zhvilloj shumë veprimtari ndërkombëtare. Dhe në çdo veprimtari ndërkombëtare në aktivitetin e kam filluar me këngët tona, sepse janë brillante. Pra kemi një muzikë që është me të vërtetë shumë e bukur, që jo vetëm na kënaq, na zbavit, edhe edukon njërin e zbukur, po edukon edhe nga ana estetike, sepse mba me pa ato tekste që janë kuruar dhe nga mirë të tjerë para nesh që e kanë dashur këtë vlerë. Po kanë mesazhe shumë fisnike për të bukurën. Marrëdhëniet qytetare, marrëdhëniet mestrive, janë kaq delikate. Po femra gjithkund në këngët popullore, simbolizohet me lulin. Do të thonë, në këtë vështrim vetëm këto detaje dhe mënyra se si me delikatesë trajtohet marrëdhënia e zbukurës, marrëdhëniet e dashurisë, sa me delikatesë, jo me tekste banale që dëgjojmë sot, po me tekste që janë krijuar 80 vjet, 100 vjet përpara dhe janë shumë më anë se sa shkarabina që dëgjojmë, si s'po them. Pa, në këtë vështrim kjo meriton një vëmendje të veçantë. Unë kam prezantuar gjatë vetë flas për eksperiencën personale, sepse këta kanë bërë të tjerë. Dhe Nusja na ka ardhur për shembull. Si ja kjo kam lidhje në atë aktivitet, po. Nusja, kjo është tekst të Tahir Kastadi.
Sa me gzim këtit, nana e ka prit. Imagjinoj, këtë ajton probleme delikate në familje. Dhe me Tahirin ka statë të njerën dhe i prej vitesh nuk jeton, arritëm dhe kjo këngë u banë të koncert. Pa lindën disa këngë që u pëlqyjnë, ka disa këngë që janë pëlqyjnë. Kënga e Zamakut është një hit në vedi, që në kompozej Peter Gasi, dhe në këthëve prapë të biseda që pyte që nisë, dhe kjo koncert realizuar në vitin 86, besoj ka qenë maj i vitit, maj që shërë, besoj se maj i vitit 86. E kujtoj që ka pas shumë sukses dhe shumë vëmendje e interes. Dhe njoja e opinionit artë dashës dhe vetë artiste, sepse në nërtu koncertën me i frëmë shumë miqësore, ata kanë në e vërtet i banë bashkë me Pjetrin, por orkestracionet i shpërndam gjithë muzikantëve. Aty orkestroj Gjaviti, aty orkestroj Luan Borova, aty orkestroj Nazmi Lishi, aty orkestroj Zev Gruda. Ndjes Paçin, kanë lënë gjurmët e tyre. Të gjithë orkestruar, gjithë Mark Aftalli, të gjithë orkestruar, dhe ajo ke një fest e përbashkët muzikore, por krijimtari ishte imja dhe Pjetrit. Dhe të gjithë ram dakord që në këtë vështrim është mëkat në qoftë se nuk do të vëmendin që ta ruajmë të pastër të trashëgimi. Ajo bëri një gjë pozitive, siç e thonë miqtë e mi Oleg Gjerga e të tjerë, që na solli një vizion drejt një orientimit prap tek kjo trashëgimi. Dhe u bën disa festivale rreth mrapa. U bën deri në vitin 90, tash prej 5 vitesh ka nisur Lule Bora. Unë uroj që ky Lule Bora të justifikojnë titullin që ka, emërtimin që ka. Profesor, me festivalin e radio-televizionit, i cili është aktiviteti i madh i këngës, keni qasjet tuaja, kryesisht si juri. Orkestrues të juri. Por jo si krijues. Flasim krejt sinqerisht. Dy janë arsyet. Një është pak delikate. Unë, kur vite shkollës isha student, nodheja që nodhej me festivalin e këngës në radio televizion. Festivale 11 të këngës në radio televizion. Dhe në atë kohë, shoku im, Gjaviti Kani, kishte një lloj angazhimit me kinoklubin studenti. Dhe më kërkoi që të drejtoj orkestrën e një festivalit studentor që banin. Dhe unë e mora. Mirë po, ishte viti i dytë apo i tretë që unë marrë pjesë edhe me krijimtari edhe me këngë. Dhe bana një këngë rinore me një saks solo që s'maj me dhajbite Osmani Saksit, Osman Mula apo baterisë jazz-it, nuk maj mend. Edhe një bateri solo, një jazz solo. Dhe u bë ky tregimi i festivalit ton pas festivalit të këngës në radio televizion 11. Sigurisht që ishte lufta që bëhej për modernitetin. Kjo ishte historia e epoka. Dhe unë pata nërthojza një traumë që e kalan shumë gjurmë tek unë. Një nga funksionarët e lartë të Tiranës filloi doli, ku është njëri, ku tjetër, ku është e çoba, dhe po ti s'deshe që e bëret këngë. Është e bukur për ita, s'kena pas të nuk e di ata kam treguar në bisedat që kena vëmësore, por edhe me publikun. Unë i thash, fatmirësisht jetoj një vend dhe një kohë që gjithçka bëhet për njeriu dhe vlerat njerëzore janë të parat. Unë e bëra këngën, po këngën time e kam miratu komisioni, dhe në momentin që e kam miratu komisioni, e këngë nuk është e imja ma, po lene komisioni ti që nështë që e bërat këngë. Edhe ishte një moment kritik, me thamë vërtetën, unë isha shumë i ri, por falë vërtet, miqve, njerëz që kanë ditë me na kuptu, se kështu ishte koha pedagogëve tonë, të cilët u çunë folën Fejnë Ibrahimi, pasoja s'pata, ato folën Zefi, është kaj tjetër, me thëmë nëzore nga situata. Por në mendin time, diçka ngeli nga ai kujtimi keq. Pra, njërë përpiqet për në bëjnë ka, mund të kesh kritika, por më zhdeshe që bëret ka, është pak fjalë për një 20 vjeçar pak delikate që të deformon. Pra, e quja pak të vështirë që të shkruash një këngë me pretendimin të muzikës letre moderne, kur e modernitet shifet me shumë subjektivizëm. Kuptohet kanë edhe gjëra që kanë bëjnë me një pushtet politik që ka jashtë nesh, flasim struktura. Absolutisht. Nëse çka në përgjithësi, jo pas vitit 90, edhe gjatë asaj kohe. Ka në tjetër, ajo që është shumë rëndësishme dhe them prap shumë sinqerisht, ka të bëjmë atë që thash pak më përpara. Ndërgjegjja ime është e lidhur me muzikën tonë kombëtare. Unë sot mund të isha diku tjetër në vend botës, se s'm ka marrë njeri.
Ndoshta një jetë shumë më të mirë, një jetë paktën me disa ekuilibre shumë më të mira. Ndoshta disa realitete artistike. Por këtë marrëdhënie me këtë trashëgimi unë nuk do ta gjej diku tjetër. Këtë marrëdhënie me ndërgjegjën time, qytetarët është më të konsoliduar me kështu, unë jam skllav për përdori fjalën i kësaj fryme i kësaj lidhje me tabani, me artin kombëtar. Dhe jam skllav edhe i misionit që unë në këto kondita, në këtë realitete, herë me mirëkuptim, herë pa mirëkuptim, vazhdoj ta bëj. Nuk mund t'ua blej kush muzikën ju, profesor Zefçova. Muzika juaj hyn në qeliz. Sa pyetje të tjera dalin, por gjithsesi unë kam thënë që nuk mund të jetë shterruese. Tu jena prapë tjera, shifna prapë. Keni diçka tjetër, një krim gati për ta nxjerrë nga zyrtari. Kohët e fundit ka qenë një realizim si ikin vitet, Fatjeta dhe Adem Barbullushi, një këngë totalisht e mbështetur mbi intonacione të mrekullueshme popullore, natyrisht duke ngritur artin mbi këtë taban. Nuk di keni diçka tjetër. Edhe kjo këngë vini si dëshirë një vllë dhe një motër që kishin dëshirë të kishin një kujtim. Edhe mënyra e shtjellimit poetik ka mesazhet e veta që ikin vitet, po vlerat familjare, vlerat njerëzore, ata kanë bërë klipin duke futur pjesëtar të familjes pastaj në atë klip. Po disi është Merita dhe komunikoj edhe me të gjitha ato që ndjekin në këtë moment, ose kanë mundësi të ndjekin në një kohë tjetër të transmetim. Ne jetojmë një kohë të çuditshme, do të thënë. Nuk do të bëj edhe në të bisedë është delikate për mua të bëj kritikun ose të bëj një estet që merr analizoj diçka. Por jetojmë një moment që mendoj se mas disa vitesh do t'jap zgjidhjet e drejta dhe do të parashtrohet të çfarë është gabim. Ta zami një ngjarje artistike që zhvillohet këtu në Shkodër, Festivali Lulebor. Në qoftë se çdo krijim i festivalit nuk përliq emërtimin e festivalit Lulebor, pra ti ke vu një model. Dhe ai model mund detyron si krijues që kur të paraqes krijimin tim në këtë festival, unë t'i shërbej kësaj trashëgimie, pra ta pasuroj këtë trashëgimi. Dhe ta pasuroj do të thotë ta njohësh, ta studiosh fort, pastaj të krijosh. Nëse nuk do të bëjmë këtë, mendoj se do të jetë pak delikate. Ne kemi mbrit pak me miqtë e mi në një pozicion pak delikat. Analizë nuk bëhet, diskutim nuk bëhet, marrë vetëm vendime dhe shohim që futën dhe krijime që s'kan bëjë kur gjë me këtë gjuhë muzikore. Kam pasur një mendim nga dirigjenti mirënjohur i Edmir Barbullushi. Shkodra mund të bëjë edhe një festival tjetër. Është tjetër gjë. Pra, përveç Luleborës, mund të bëjë edhe diçka tjetër, dhe duhet ta bëjë, thoshte profesor Jetmiri. Gjithsesi, këto janë kërkesa që artisti vetëm në këtë nivel të ndjeshmërisë artistike mund t'i thotë. Kur bëhet fjalë për një festival të këngës qytetare, nuk mund të bëhet si me kanë një qytet tjetër si në Shkodër. Ajo këngë duhet jetë në Shkodër, ajo tjetër duhet jetë në Vlorë, duhet të ketë gjuhën. Unë në Shkodër e bëjmë internacional e një qyteti tjetër, po i shërbej asaj kulture, ndërsa një gjuhë muzikore që nuk ka të bëjë me identitetin e këtij qyteti ti nuk i shërben kësaj trashëgimi. Dhe kështu duhet, unë kam shumë eksperiencë me këtë punë, edhe jo vetëm si krijues, po unë ju dini shumë vite kam kanë përgjegjësi muzikës në shtëpinë e kulturës dhe kam një ide shumë të konsoliduar se si mund të jetë, por nuk i duhen gjakuj për momentin. Profesor, unë e di që po të shohim në zyrtarin tuaj të krijimeve, mrekullohesh. Është rëndësishme që ato të dalin dhe të lançohen në publik. Do të ketë për tyre, por për momentin me thënë në një pozitë kritike, kam pasur shumë telefonata që që çan kanë më në atë festival. Them sinqerisht, nuk kam arsye ta mos ta fsheh. Këtu nuk bëhet fjalë për çmime.
Këtu nuk bëhet fjalë për çmim. Çmimet njerëzit i japin, jo, nuk bëhet fjalë për çmim. Këtu bëhet fjalë për një atmosferë që i shërben një trashëgimi. Dhe shpreh kush do ta dëgjoj. Mendimi i Zefçobës është çdo krijim që duhet të parashihet te Lulebora, duhet të referohet modelit që më ke vuti si emërtim të festivalit dhe vendit ku zhvillohet kjo. Do të pa një festival tjetër që është një festival i muzikës lehtë, një festival që ka një gjuhë të përgjithshme, atëherë është tjetër gjë. Por një festival ose nëse ti vërtet të festival do më zhvillos nga i bosh që ka trashëgu nga paktën nga 86 që më flasim ne, deklaroje, bën një platformë, në bazë në platformës. Por të janë procese që natyrisht vijnë do të ketë edhe kështu dhe pastaj pa do të shkojnë në vendin e vetëm. Me këtë hapësirë mendimi, frymëzimi, idesh, por edhe vlerash, produktesh të jashtëzakonshme që i kalojnë të gjitha kufit, që bëhen tuajat, që të frymëzojnë, që ecin për krah teje, që këndohen në buzë, që të shoqërojnë gjithë ditën, është muzika e profesor Zefçobës. Këto janë ndjeshmëritë e tij artistike, por edhe ekzigjenca e fortë mbi këtë ndjeshmëri. Në këtë është inkluduar, Merita, unë do të analizoj diçka që nuk më parashtrohet që unë të kujtoj ty edhe me një sensibilitet veçantë kur ne me miqtë Radio Shkodrës i dëgjonin duke rënë piano dhe këndon. Ka qenë në katin e tretë në piano. Është një këngë që unë thoya, kjo këngë do të korrigjojë një defekt që ne kemi në trashëgimin e muzikës tonë qytetare. Ka këngë për tremorit, ka këngë për luftat, ka këngë për dashurinë sa dushe, për historinë nga më të nëshmet, për të bukurën, po një këngë për nanën në mohën. Dhe dole e këngë për nanën që unë gjej rastin nga këto fjalë që me sollen në kujtesë, atë ta nënvizoj, sepse është krijesa më delikate e kësaj bote që gjithçka, që lind njeriu, që rrit njeriu, që mban shtëpinë dhe jemi vërtet me Alfredin shumë të kënaqur, jo se mori çmim, se mund të mos merrte çmim, por që vëlla mundësia që e kam të këndohet. Të këndohet do ishte mirë që të transmetohet 3 herë në ditë, sepse nëse ne qytetarët tonë nuk kuptojnë çka është femra dhe çka është nëna në familjet tona, në shtëpiat tona, pak shpresë kemi se do të ndërtojmë një të nesër me të bukur. Gruaja duhet të çmu, duhet të respektuar, duhet ndihmu, ashtu me tani virtyte që i takon. Në veçantë për thënë nga femrat që blin dela dhe nanët. Është ndjeshmëria e artistit të Kjo duhet, që zban. Unë mendoj që ne kemi nevojë për këtë. Profesor Zefi, i kemi hyrë në hak shumë shkajër në krijimtarinë tuaj. Madje edhe për këngët që sot jemi ndalur, kemi shumë gjëra që nuk janë përmendur. Muzika e filmit ka por muzika e filmit kur hapen dyert e jetës. Kam një film tjetër. Qëndron në jetë. Tirana. Në kuptimin e bukur të fjalës. Ai filmi mrekullueshëm i Rikard Liares, me atë interpretim të jashtëzakonshëm. Unë kam marrë 3 vlerësime. Na frymëzon dhe me muzikën, me këngën, Frederik Ndoci atje. Nuk di si ta shpreh mirënjohjen që ju ishit sot në studion tonë. Unë veç ju uroj shëndet e jetë e këtë mirënjohje kaq të madhe që keni nga muzika juaj, e mrekullueshme, që shpreh një shpirt të gjerë, që mbështetet kaq bukur tek kjo tokë, tek melosi shqiptar. Janë shqiptare, këngët e Zefçobës, janë tona, janë të profesor Zefit, por që ne i kemi brenda shpirtit, i këndojmë, e gëzojmë me ta. Faleminderit Marita. Ju falenderoj shumë. Shumë. Ju uroj veç të mira. Ju dhe zonjës suaj Silva. Falenderit shumë. Përshëndetje të përzemërta dhe krijimtari të mrekullueshme gjithmonë. Faleminderit, suksese. Falenderit.